Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Jam e shokuar. Çfarë ndodhi me Xhenetën? Xheneta Fetau ka thyer reshtjen me një reagim të fortë dhe emocional në rrjetet sociale, duke u përgjigjur komenteve të vazhdueshme dhe ofenduese që merr për pamjen fizike dhe peshën e saj. Përmes një postimi në Instagram, ajo është shprehur e tronditur nga mënyra se si njerëzit ndihen të lirë të gjykojnë trupin e saj, duke vënë në dukje një standard të dyfisht në reagimet e ndjekësve. Sipas saj, kritikat nuk kanë munguar as në periudhën kur ishte shumë e dobët dhe as tani që ka shtuar pesh. Kur kam qenë shumë e dobët, më quajtët shtagësor. Sot që kam shtuar pesh dhe jam më mirë me shëndetin tim, vazhdoni me komente si shtazën, balen. Xheneta ka zbuluar gjithashtu se në të kaluarën humbja e madhe në peshë lidhej me probleme shëndetësore, duke theksuar se ajo periudhë nuk ka qenë as pak e lehtë për të. E irrituar nga komentet negative, ajo u drejtoi të hapur kritikëve, duke theksuar se shpesh ata që gjykojnë më shumë janë pikërisht ata që kanë pasiguri dhe probleme personale. Në mesazhin e saj, Xheneta i fton ndjekësit të reflektojnë dhe të fokusohen në jetën e tyre.